se ju adrues të basketbollit, ju përshëndes direkt nga palestra Mizaj Risma në Ravec, ku do t'jemi me duelin ndërmjet Ravecit 0-29 dhe Trepqës në njërën anë, skuadra e Trepqës që vjen pas dy fitoreve. Shojmë Pullion Durguti, Shepeti dhe Regja pra në vend të Fisnik Rrugovës. Shojmë në peshën startuese të ri, unë Luci në anë të të Trepqa startojnë Pin Henrik, Mushic Jones dhe Mustafa Amzil në ditët në vazhdim. Tashmë starton edhe ndeshja, topi parë të tjetë në duart e Mikajlet Mushicit. Mushic gjenë dëpërtimin, deri në fund shkan realizon Mikajlet Mushic. Gjekovi Payne zgjedhë se radi shkon vetë deri në fund për të e vazhduar serinë skuadrës së Trepqës. Regja deri në fund shkon kapiteni i cili realizon. Mirë Sean Jonesit. Amzel deri në fund është Albin Berisha të Bardh Regja. Gjuan për 3 pike dhe njëherë i sakt e skuadrës së Ravecit deri më tash i përgjigjet me njëherë Gjekovi Payne me trishe. Vizje bukur e Arslan Agi që gjenë të lirë drilon Airizin i cili qëllon për 3. Gjithë peshës që kanë qëlluar në tentimi për trishe. Në anën tjetër edhe nga Visare Jupi. Për tumin të drilon Airizi edhe njëherë është i sakt. Arslan Agic, Mikajlet Mushic do gjuan për 3 pik, edhe aj qëllon treshe. Iljet Pesin do alit në gjysmë distancë, cili qëllon e Jupi. Shkon e top të Julian Roche që qëllon. Sa realizon Julian Roche. Hesbrook tenton për 3 pik. Bardh Regja Kujkani arrin që të realizon arrin të gjuan Peti për 3 pik realizon kaluarit e Ravecit. Gjekovi Payne qëllon edhe nga gjysmë distanca. Vjen tentimi për 3. Gjekovi Payne do të tepërton edhe njëherë. Mikajlet Mushic që këtan topin tek Gjekovi Payne i cili realizon. Nuk po paraqitën sonte gjithsesi. Me të vërtet paraqitja e Trepqës. Loja kësaj radhe ky bosim nuk i shkon Hesbrookut ashtu si që planifikoi me Dardan Kapitin. Në anën tjetër vjen dëvërtimi. Durguti do të tenton për trishe, realizon Hadis Durguti. Tjetër i vjedhur i Mitrovicasve Amzil kësaj radhe qëllon e kupton këtë pasim Bardh Regja, por nuk arriti kësaj radhe të vazhdon të mban pronësinë e topit për skuadrën. E hum topin Elliot Peci kundër sulmi i Mitrovicasve edhe njerë. Henry gjenë Sean Jonesin që qëllon edhe Juan 1-1 Henry me Bardh Regja. Por topi shkoj në duart të Trilon Airizit, do të ndonë për treshe. Nuk qëllon Mikajlet Mushic, por vjen nga plani i dytë kapiteni. 31 minuta loj. Shojmë që ashtë më vjen treshja e Visare Jupit. Dhe për të Kashi, bukur tek Kapiti. Realizon Dardan Kapiti. Do tjetë edhe në vjen e gjuajtje së lirë, do alit me personale. Mera top Trilon Airizit do të shkon dhe në fund. Pullion Gjuan për 3 dhe njëherë Visare Jupi edhe njerë Pullion bukur tek Roche që përfundojnë aksion. Kapiti do të gjuan Kashit
E jupi bukur që e këbar Dreqa, asiston. Këj fundit Tuna. Amzil. Vetë shkon. Nuk qëllan Pullian që sonte është ndalur në vetëm 2 pikë. Teksa në anën tjetër në dispozicion pra e trajneri. Bujar Loci, bashkë asistimi i tret ishte. Haxhi Murati bukur. Murati ka presionin e Anes Gashit. Lufton Anes Gashi. Shkon nuk qëllon. Tuna Amzil, i cili me ngulitje e përfundon aksionin. 57-108. Një tremq shpërthyese sonte, kapiti dhe nuk pëndalen. Edhe në sekundat e janë. Do të gjuan nga një largësi e madhe. Nuk arriti të qëllon përfundon kjo ndeshje me e përsi të thellë të skuadrës e Trepqës. 40 minuta dominim absolut nga Mitrovica si të qëtëllët arrin fitoren me hiq më pak se plus 53 pike përsi.